Mungesa e ndriçimit në hyrje të fshatit Nart vijon të mbetet një problematik prej kohësh. Aktualisht përgjatë rrugës janë vendosur shtyllat e ndriçimit, por sistemi i ndriçimit mungon duke rritur rrezikun për aksidente, veçanërisht gjatë natës pasi rruga mbetet në errësirë të plotë. Ende nuk ka një afat se kur ky aks rrugor do të pajiset me ndriçim, ndërsa janë vetë banorët e zonës dhe të fshatit Nart që kërkojnë vijimin e këtij investimi dhe jo lënien e tij në mes. Sipas tyre, kjo tregon mungesë vëmendje ndaj zonës, ndërkohë që rreziku për ta shtohet dhe shumë prej tyre shmangin gjatë natës për shkak të kësaj problematike. Nuk ka ndryshim. Këtu s'lëvizim tani, mos këtu ne jemi brenda fshat Kadrit. Po ka koqe kanë vendosur shtyllat. Po më duket se është problemi i lagështisë. Ka ujë shumë prezent ujë. Ndaj si vona ata. Kjo është rrugë kryesore që shkon në Nart. Në Nart edhe në plazh tani. Lëvizin tër makinat. Në Bear njerë bëhet kiamet. Pa tjetër, kot nuk e bën, se është në atë të 100 fshatrave turistik që thonë këta. Pajle ka pa shteti, ku që ka? Narta, paskia, ata e kanë trumil, pa tjetër. Po, dërsa janë bo shtyllat, po më shtyrë që ka pa, më shtyrë. Nuk e gjithë se si kanë buhin, shtyrë kanë kohë janë buhin. Tani, çdo gjë që është domosdoshme, nuk ka për të menduar e për të bërë ndonjë veprim tjetër, më kupton, gjë. Tani mungesat ose neglizhimet që kanë ata është punë tjetër. Është shumë problem gjatë natës, se për arsye se edhe makinat qesin me shpejtësi të madhe, rruga është e drejtë. Bicikletat për shembull s'kan sinjalet e duhura, kështu që duhet patjetër ajo rrugë. Po marrësisht, është e Vlorës, sa është e Nartës, sa është dikujt tjetër, më kupton, rruga duhet hyrje. Është e domosdoshme për të qenë gjithmonë të kemi dritë. Po dhe kjo është e vërtetë se megjithëse kjo kalojnë shumë makina dhe prandaj do të jetë e tillë. Në rrugën hyrëse të fshatit Nart u vendosën pak kohë më parë 40 shtylla ndriçimi, por projekti mbeti pa përfunduar. Megjithëse shtyllat janë vendosur, mungon sistemi i ndriçimit, duke lënë rrugën e errësirë dhe duke shtuar rrezikun për banorët dhe drejtuesit e mjeteve.